Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela edhe sot do të hapim një vlog të ri shumë të bukur si gjithmonë. Jam ullur në këndin e shtëpisë sepse dua t'ju tregoj disa gjëra në lidhje me zarfin e Soleas më në detaje. Sot e çova unë Solea në Kopësht edhe nesër do ta çoj unë gjithashtu sepse Ensidi është në kurs. Edhe të paktën 2 ditë duhet ta çoj unë në mënyrë që Ensidi të shkojë në orar të caktuar në kurs edhe të mos ketë vonesa, ndërsa 2 ditët e tjera e ka lajmëruar mësuesen edhe i ka thënë që për shkak se duhet të çoj vajzën në Kopësht mund të vonohem pak, por që pa problem. Edhe një gjë që na ndodhi sot, duke qenë se në mëngjes u vonuam pak edhe nuk doja të humnim autobusin, kam nxituar edhe kur shkova në Kopësht lash karrocën te koborri i Kopshtit dhe në ato momente do merrja çantën e Soleas, por vura re që nuk e kisha marrë, e kisha harruar në shtëpi, edhe i thash edhe Soleas, mamin e kemi harruar çantën, po mos u mërzit, sepse do t'i them mami edukatores që sot ti nuk e ke marrë çantën me vete, e kemi harruar në shtëpi, edhe ato do t'i japin ty ujë edhe mëngjesin, sepse Solea merr me vete mëngjesin, ndërsa drekën e ka të përfshirë te Kopshti, e ha atje edhe snekun e mbasdites e ha po ashtu te Kopshti, por mëngjesin ja japim gjithmonë me vete edhe ujin gjithashtu. Shkova te Kopshti, u futa tek klasa te grupi Soleas edhe i thash edukatores që neve sot kemi harruar çantën në shtëpi. Ajo tha pa problem, edhe pa listën se kush ishte sot nga edukatorët që kujdesej për pjesën e ushqimit të fëmijëve, ku shkonte tek dhoma ku fëmijët han mëngjesin edhe drekën edhe snekun, edhe e mori Solea, në çoi tek ajo edukatoria dhe më tha mua shko pa merak, sepse ne kemi fruta, ka ujë, ka edhe pak bukë që Solea mund të hajë për mëngjes. Edhe e mori Solean, i thash Soleas, mami po iki, mos u mërzit, dhe ajo më tha mami mirupafshim, e kuptova që ishte e qetë, nuk ishte shqetësuar fare për këtë gjë. Por doja t'u tregoja edhe disa informacione në lidhje me zarfin që i erdhi Soleas për parashkollorin, e kam këtu, e kam plotësuar, edhe do ta dorëzoj nesër në Kopës, sepse nesër Solea ka edhe një provim, një kontroll mjekësor në lidhje me zhvillimin e saj si fëmijë. Nesër më duhet të dorëzoj zarfin, këto letrat që kam plotësuar, më duhet të dorëzoj edhe këto fletoret e Soleas mjekësore. Nesër në orën 1:30 në Kopshtin e Soleas do të bëhet ky provimi i Soleas. Do të jenë aty specialistë të shëndetit publik, do të shikojnë zhvillimin e Soleas, sjelljet e saj, zhvillimin e saj shëndetësor, në lidhje me memorien e saj, në lidhje me gjuhën gjermane, nëse Solea arrin të flasi, nëse Solea kupton gjuhën gjermane kur ata i flasin. Në letër thuhet që zakonisht fëmijët këtë e kalojnë me sukses, nëse ka dëshirë mund të jetë njëri nga prindrit prezent, nëse nuk mundet njëri nga prindrit, mund të jetë edhe dikush tjetër, një person tjetër i autorizuar nga prindi, por që nesër do të shkoj unë atje, besoj, do të jem prezente, thoshte që edhe nëse nuk është asnjëri nuk ka problem, përgjigjet e provimit do të dërgohen më vonë, do të na vinë në vonë në shtëpi ose do të na jap edukatoria, shkojnë tek Kopshti. Kishte edhe një pyetësor në lidhje me Solean, me historikun e saj shëndetësor, do t'i lexoj pak a shumë disa pyetje në përgjithësi, për të patur edhe ju një ide se si funksionojnë gjërat këtu, ose kush ka fëmijën e vogël dhe jeton këtu në Gjermani, edhe së shpejti do t'i futet fëmia në shkollë, në parashkollor si Solea. Unë do të kam dëshirë të ndaj me ju disa informacione. Për shembull, disa nga pyetjet janë: prej sa kohësh është Solea në këtë Kopësht, 1 vit, 1 deri në 2 vite, 2 vite deri në 3 vite, 3 vite ose më gjatë, do qarkosh një nga këto përgjigjet. Sa orë në javë qëndron Solea në Kopësht, me kë jeton Solea në shtëpi, me të dy prindrit ose vetëm me një prind ose me dikë tjetër, a ka Solea vëllezër edhe motra, çfarë gjuhë ka folur Solea 3 vitet e para të saj të jetës, edhe këtu janë alternativat gjermanisht, gjuhë të tjera, gjermanisht edhe gjuhë të tjera. Unë kam vendosur gjermanisht edhe gjuhë të tjera, sepse Solea 3 vitet e para të saj të jetës ka folur shqip, ka folur anglisht edhe gjermanisht gjithashtu, sepse këtu ka ardhur në moshën 2 vjeç e pak.
edhe kam vendosur këtë alternativën. Thot, a nëse jemi ne të shqetësuar në lidhje me zhvillimin e Soleas për sa i përket gjuhës, a ka ajo vështirësi në të folur në zhvillimin e saj me gjuhën gjermane? Në cilën vend ka lindur Solea, ka lindur në Shqipëri? Pastaj janë edhe disa pyetje në lidhje me shëndetin e fëmijës, nëse fëmia ka probleme me dëgjimin, nëse fëmia ka probleme me shikimin, nëse fëmia mban syze, nëse njëri nga ne prindrit mban syze, kur i ka vendosur ato, duhet ta vendosësh edhe vitin, nëse fëmia ka pasur ndonjë problem shëndetësor, nëse ka qenë ndonjëri i shtruar në spital, nëse fëmia merr medikamente të caktuara, nëse fëmia merr medikamente të caktuara gjatë qëndrimit në kopësht, edhe gjithashtu nëse ti vendos këto alternativa, atëherë duhet të shpjegosh edhe se çfarë medikamentesh edhe disa arsye mund t'i shkruash aty më poshtë. Gjithashtu, një pyetje tjetër është që sa orë në ditë edhe sa orë në fundjavë kalon fëmia juaj përpara ekraneve siç është telefoni ose siç është televizori ose tableti. Duhet ta qarkosh këtu fare as pak, 30 minuta, 1 orë gjys, gjysmore, 2 orë, 3 orë, 4 orë, se a ka fëmia juaj një smartphone të tij. A jeni ju të shqetësuar në lidhje me zhvillimin e fëmijës suaj? Nëse po, ju lutem na e saktësoni se për çfarë jeni ju të shqetësuar. Një pyetje tjetër është cilat janë pikat e forta të fëmijës suaj, aftësitë e fëmijës suaj, e shkruan këtu gjithashtu. Ndërsa kishte edhe disa pyetje për prindrin e fëmijës. Çfarë gjuhë flasin prindrit, cilët nacionalitet janë prindrit, të dhëna në lidhje me shkollimin e prindërve, nëse kemi më pak se 10 klasë shkollim, nëse kemi 10 klasë shkollim, nëse kemi kryer gjimnazin ose nëse kemi kryer universitetin gjithashtu ose nuk kemi fare shkollim, e cakton këtu, duhet ta qarkosh dhe ta saktësosh shkollimin tënd. Dhe gjithashtu në lidhje me profesionin, nëse ne punojmë në kohë të plot ose jemi të papunë ose punojmë në kohë të shkurtuar. Ky është edhe pyetësori që ne duhet të plotësonim. Unë e kam plotësuar pyetësorin edhe do ta dorëzoj nesër, sepse nesër është edhe dita që Solea do të kryej këtë testimin nga profesionistë të shëndetit publik këtu në Gjermani. Edhe këto të dhëna, ky pyetësor që unë kam plotësuar bashkë me të dhënat e tjerë që ata do të plotësojnë nesër, besoj kur ta testojnë Solean për zhvillimin e saj, do të ruhen deri në 4 vite në shëndetin publik këtu në Konstancë. Pas 4 viteve ata i hedhin i zhduken këto të dhëna. Nëse keni pyetje në lidhje me të gjithë informacionet që unë ju dhash, mund ta bëni me kënaqësi, ose nëse keni ndonjë informacion ekstra që doni ta ndani, mund ta shkruani poshtë në koment. Jam shumë e lumtur kur i lexoj komentet tuaja ose kur ka sa më shumë informacione rreth gjithçka ajo të mundshme, sepse un jam pro idesë që sa më shumë gjëra të dim, aq më mirë është për ne. Sidomos kur jetojmë në një vend të huaj edhe nuk i dim se si funksionojnë gjërat këtu, edhe çdo informacion ekstra është shumë i dobishëm për secilin nga ne, në mënyrë që të jemi të përgatitur me atë çfarë na pret, në mënyrë që t'i përballojmë gjërat sa më me sukses. Nuk e di nëse ekziston edhe një gjë e tillë në Shqipëri, nuk kam informacion, por të paktën këtu në Gjermani bëhet një kontroll i tillë dhe mendoj që është shumë i rëndësishëm, një kontroll i fëmijës përpara se të fillojë shkollën, dhe këtu e theksonte gjithashtu që ne dëshirojmë ta bëjmë këtë kontrollin 1 vit përpara, në mënyrë që nëse vihet e re diçka që nuk shkon me fëmijën, atëherë duhet të jesh i përgatitur për këtë gjë, atëherë çështja kapet në kohë edhe merren masat e duhura. Nëse fëmia ka nevojë për një trajnim të caktuar, atëherë fëmia duhet të shkojë në një trajnim të caktuar, edhe kështu me radhë. Unë e shikoj këtë gjë shumë pozitive.
Kush e mban mend këtë këngën? Paktën kur kam qenë unë fëmijë, ne kemi kënduar dhe kemi luajtur me me këtë këngën. Ne jemi dy shqiponja dhe unë ja kam mësuar edhe Soleas. Nuk e mbaj mend tamam si është, po pak a shumë siç e mbaj mend ja kam treguar Soleas, edhe se e di edhe Solea dhe e këndon tani dhe luajmë bashkë. Kush është më e mira? Më e mira është? Solea! Solea! Solea është më e mira. Minuta. Ne sa dolëm edhe nga kafja, ndodh shumë rrallë që ne të ulemi në kafe, për shkak se Solea nuk rri ulur në një vend edhe këtu nuk është si në Shqipëri që janë lokalet me lodra edhe mund të ulesh edhe të shijosh të kafen tënde dhe fëmia të lozet diku. Mund të ulesh edhe me fëmijë të vogël është pak e vështirë që të rrish gjatë. Solea nuk rri me një vend, është gjithë kohës në lëvizje. Edhe për këtë arsye ne nuk ulemi shpesh, ose mund të ulemi kur jemi të dy bashkë, unë dhe Jensidi pa Solea, nëse duam të kemi pak kohë për veten tonë, gjithmonë kur jemi të dy bashkë dhe Solea është në kopësht. Për ndryshe kur është edhe Solea, nuk qëllon që ulemi, shumë rrallë. Po sot kisha dëshirë të pija një cappuccino edhe një diçka të ngrohtë edhe ulëm. Kaluam pak kohë me njëri tjetrin, zakonisht rrim shumë pak. Qerekore 15 minuta edhe ngrihemi se Solea nuk rri më gjatë. Solea e zgjodhe dhuratën. E zgjodhe lodrën. Po do lozim, do ta paguajmë tani dhe do ikim te shtëpia, okay? Kush i mban mend këto pistoletat? Të me këto goglat e vogla, ua, qa kujtim. Si kjo e kam pas për vërtetë, Po ti po themi për fëmijërin, ua. Kanë qenë më të bukura ato atëherë. Po nga këto goglat kështu kanë qenë. Kur mbaroni këto që bleje këto pakot, këto qeset e vogla vetëm me vogla.
Po këtë lodrën, kështu që duhet të shtypësh këtë, edhe t'i fusësh këto rrethat e kjo. Po, kanë qenë edhe këto dikur. Ese e çuni pak ato? Këtu zemë. Orange. Golon? Orange. Okay. Nuk i shqitet shpirti nga lodrat. Nuk i shqitet shpirti. Shikoni si shikon. Shikoj. Solea, do ikim? Thjesht po shikon? Okej. Fustanet e nuseve në Gjermani. Ka disa modele që janë bukura, por normalisht janë kështu të thjeshta fare. Ky dyqani këtu i çokoladave ka çokoladat më të mira ever. Do hym ndonjë ditë edhe do blejmë edhe do ju tregoj. Ja të lodra, këto janë pjesët e lodrës. Do t'i formojmë edhe Solea do luaj. Po mami. Ku do uli? Ja do ulim aty ku divan. Ka edhe një ulëzues. Jo, do ulet jo. A ku do ulet ajo? Ja do t'a formojmë tani bashkë me mami. Tani do të bëj flok. Edhe floku. Wow. Ja presësh tani? Ja, vëdel jash. Vëdel jash. Këto flokët do rinë këtu jash. E pra do rinë këtu. Do rinë. E pra nuk ka të hiq. Ashtë. Mirë mëngjesi edhe nga dita tjetër. Unë sapo kam lënë Solea në Kopësht edhe do shkoj për në shtëpi tani, do pres autobusin këtu. Sot që nga një ditë shumë e bukur, ka diell, është pak ftohtë, por ka diell dhe duket që do jetë diell sot dita. Sot Solea ka atë provimin për sa i përket parashkollorit, edhe unë i dorëzova sot të gjitha dokumentat që duheshin. Dhe pyet edukatoren nëse duhet të vijë edhe unë tek provimi gjatë orarit, edhe ajo më tha që jo, nuk është e nevojshme, nuk ka pse, tha, Solea arrin të bëjë të gjitha veta, nuk është e nevojshme. Edhe duke qenë se është në orën 1:30, i binte që unë ta merrja edhe më herët nga Kopshti, e për këtë arsye nuk po shkoj fare. Unë e di shumë mirë që Solea ato i bën të gjitha vetë. Nuk është hera e parë për Soleas. Një kontroll të tillë mjekësor e bën edhe doktoresha kur fëmia mbush për shembull 3 vjeç ose 3 vjeç e gjysmë edhe 4, bëhet gjithmonë një kontroll i tillë në detaje për zhvillimin shëndetësor të fëmijës, jo vetëm shëndetësor, psikologjik, motorik, të gjitha. Edhe e kam parasysh se çfarë do të ndodhi dhe Solea këtë gjë ka kaluar me sukses.
Solea çdo ditë për në kopësht i zgjedh vetë rrobat që do të veshi, edhe duke qenë se sot të themi ishte edhe një ditë e veçantë për atë, vendosi të vishte një fustan edhe të bëhej pak më bukur, më e veçantë për ditën e sotshme, edhe kur hyn brenda te klasa, te grupi i Soleas, edukatorja e vuri re edhe tha, Solea, tha, ti që nge veshë shumë bukur sot, tha, do të komplimentoj, tha, edhe zonja, nuk e mbaj mend si e kishte emrin ajo, do t'i bëhet qefi edhe asaj, tha. Edhe kështu Solea gjithmonë është shumë e kujdesshme për veshjet e saj, edhe çdo ditë i zgjedh vetë rrobet, edhe më pëlqen kjo gjë. Kur të ndizën edhe drita, do vim edhe në dark, t'ju tregojmë dritat që janë vendosur edhe këtu te liqeni. Është shumë i pastër. Tregojmë dhe këtë statujën e qytetit. Sot që nga koha shumë e bukur. Diell, ftohtë nuk është. Një 11. Xhirot me anije, udhëtimet me anije janë gjithashtu shumë të përdorura, të përhapura, si mund të themi këtu. Edhe është shumë qef, është shumë, mund të shkosh nga një qytet në qytetin tjetër, ose nga këtu të vizitosh ishujt që janë këtu afër, turistik, gjithashtu shumë të bukur. Është shumë qef. Ne u takuam bashk, e si disa po doli edhe nga kursi. Nga tortura 4 orarëshe. Edhe unë thash mos hajde në shtëpi fare se po vjen aty tek ti. Po tani është diell, do shijojmë Konstancën. Po. Me që shkoja e mirë thash të rrini pak bashk, sa të vijë orari për të marrë edhe gocën nga kopshti. Edhe të shikojmë se çfarë do bëjmë, mbasi ham në një gjë të vogël, mbasi ikim avash në këmbë deri te goca, deri te kopshti. Të shohim. Por sot që nga shumë bukur. Këto janë agjensit po mund të prihen biletet për anije. Po. Dhe të tregojmë në njëherë me Terezi. Po. Muzika e Krishtlindjeve. E ndjen edhe ti e si të atmosferën tani? Po që po afrohet atmosfera? Po afrohet se po fillojnë po vajnë drita, po shpresojmë këtë vit mos na bëj shumë ftohtë. Të shpresojmë. Deri tani është mirë, ka diell. Ditë është shumë ftohtë, ditë është okej. Këtu kur nuk është erë, kur nuk fryn erë është super. Po. Nuk është edhe i ftohtë i madh kush e di. Po këtu shumë rrallë fryn erë në fakt, them drejtën.
Solea donte të vinte një herë te parku, pastaj t'iknim te shtëpia. Tu jemi tek ai parku që isha unë herën e fundit me Solean, që ishin paraditet e s'kishte asnjë njeri, ndërsa tani mbas dite, tani po largohen këta avash avash, po mbas dite duket kështu ka goxha më shumë njerëz. Edukatorja e Soleas tha që rezultatet e provimit të testit të Soleas do t'i marrim nesër edhe ne do t'ju tregojmë në videon e ardhshme. Ne jemi te parku edhe për pak do ikim te shtëpia. Se ju ka pëlqyer video dhe nëse e keni parë deri këtu, ju falenderojmë, ju dërgojmë shumë dashuri. Mos harroni të bëni subscribe, like edhe koment, komentoni çfarë të doni edhe ne do të shihemi sërish në videon e radhës. Mirupafshim!